Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kolegji i Gjykatës Kushtetuese nuk arriti që të marrë një vendim unanim mbi kërkesën e kryeministrit Edi Rama për të vlerësuar lishmërinë e pezullimit nga detyrat e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Çështja e shkaluar mbledhjes së plotë të gjyqtarëve për vendimarrje me shumicë votash, ndërsa ende nuk dihet data e shqyrtimit të saj. Paralelisht, Balluku ka ankimuar në apelin e posaçëm masat që ndalojnë ushtrimin e detyrës dhe daljen jashtë vendit. Kolegji i Gjykatës Kushtetuese i përbërë nga kryesuesja Marsida Xhaferdari dhe antar Sander Beci dhe Sonila Bejtja nuk arriti të marrë një vendim unanim lidhur me kërkesën e kryeministrit Rama. Ky i fundit kërkon nga gjykata që të shqyrtojë nëse vendimi i gjykatës së posaçme për pezullimin nga detyra e zëvendës kryeministres Balluku ka të kaluar kompetencat e saj dhe cënon të drejtën e kryeministrit për të zgjedhur dhe shkarkuar antarët e kabinetit. Si pasojë, çështja ju referua mbledhjes së plotë të gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese ku vendimi merret me shumicë votash nga 8 antar aktual. Kjo lë hapësirë për shqyrtim të thelluar të argumenteve dhe për vlerësim të ndikimit të pezullimit në funksionimin e qeverisë. Qeveria ka kërkuar shfuqizim të masës së pezullimit nga detyrat të zëvendës kryeministres, duke argumentuar se kjo masë pengon funksionimin normal të kabinetit dhe te kalon kompetencat e gjykatës së posaçme. Paralelisht, Balluku ka ankimuar në apelin e posaçëm masat e sigurisë që i ndalojnë të ushtrojnë detyrën dhe të largojnë jashtë vendit. Argumenti i saj mbështetet në të njëjtat baza ligjore si kërkesa e kryeministrit, duke theksuar se vendimi i shkallës së parë është i padrejtë dhe cënon të drejtat kushtetuese. Ky zhvillim ka vendosur në qendër të debatit publik tensionet midis pushtetit ekzekutiv dhe sistemit gjyqësor, ndërsa vendimi i gjykatës kushtetuese pritet të përcaktojë nëse çështja do të shqyrtohet në seancat plenare apo do të rrëzohet kërkesa e kryeministrit. Shumë ekspertë ligjor vlerësojnë se rezultati i kësaj procedure mund të ketë ndikim të drejtë për drejtë në mënyrën se si trajtohen masat e sigurisë ndaj antarëve të qeverisë në të ardhmen. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas ankimimit të tij në Gjykatën Kushtetuese për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga gjykata e posaçme, duke cilësuar vendimin si një precedent të pazakontë. Rama e krahason këtë vendim me rrëzimin e një fëmie që sapo mësoi të ecë, duke theksuar dëmet që mund të sjellë për demokracinë dhe funksionet e qeverisë. Ai shtoi se qëllimi i luftës kundër korrupsionit nuk mund të justifikojë përdorimin e mjeteve të gabuara nga organet e drejtësisë. Kryeministri Edi Rama ka komentuar edhe sot debatin që ka shkaktuar ankimimi i tij në Gjykatën Kushtetuese për pezullimin e zëvendës kryeministres Balluku nga gjykata e posaçme. Rama theksoi se nuk ekziston precedent tjetër në botë ku një gjykatë, sidomos e shkallës së parë, të pezullojë nga detyra një antar qeverie. Gjeni një rast të dytë në botë ku një prokuror dhe një gjykatës, për më tepër dhe i shkallës së parë fare, të pezullojnë nga detyra një antar qeverie. Dhe mos më thoni që kjo qen ka kaq normale, pa çka se s'është parkur askund në botën demokratike. Është njësoj si të më thoni se drejtësia e qenë ka normale vetëm në Shqipëri. Rama nënvizoi gjithashtu për kushtimin e tij ndaj reformës dhe pavarësisë së drejtësisë, duke e cilësuar veten mbështetës të pakushtëzuar të këtij procesi, por duke paralajmëruar se praktikat që tekalojnë kompetencat e lishme mund të dëmtojnë seriozisht funksionimin e qeverisë dhe balancën kushtetuese. E pra, pavarësisht se nga dita 1 kam qenë, jam dhe do të jem një mbështetës i paepur i reformës dhe pavarësisë së drejtësisë, këtë risi botërore të drejtësisë son të re nuk e shuaj dot asgjë tjetër veç se një nga ato rrëzimet e fëmijës kur sapo ka mësuar të eci, me ndryshimin që kur fëmia i vërtet rrëzohet, lëndon vetëm vetveten, ndërsa kur drejtësia rrshet kështu si këtë herë, cënon parimet kushtetuese, prish balancën mes pushteteve të pavarura dhe ndërhyn brutalisht në procesin qeverisës. Për kryeministrin, shpreha e qëllimi justifikon mjetin nuk mund të përdoret nga organet e drejtësisë si alibi për luftën kundër korrupsionit. Le të jemi të qartë, qëllimi i lartë i luftës kundër korrupsionit nuk e justifikon përdorimin e asnjë mjeti të gabuar dhe historia e vendeve që kanë kaluar më parë nga kjo rrugë e domosdoshme na mëson se justifikimi i mjeteve të gabuara për hir të qëllimit madhor e kthen kurrën me mjete të tilla në një të keqe, edhe më të madhe se sa vetë sëmundja që thuhet se këto mjete po kurojnë. Ky mësim nuk duhet harruar kurrësi nga askush. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kritikuar vendimin e kryeministrit Edi Rama për të apeluar në Gjykatën Kushtetuese masat e pezullimit ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ai e cilëson këtë hap si ndërhyrje politike
dhe argumenton se pezullimi është kompetencë e qartë e gjykatës dhe prokurorisë. Partia Demokratike ka kërkuar gjithashtu një interpelancë urgjente me Ramën në parlament, duke akuzuar mbrojtjen e Ballukut dhe për shkeljet në tendera si Unaza e Madhe në Tiranë. Marrja në shqyrtim nga gjykata kushtetuese ankimimit të kryeministrit Rama për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku ka nxitur reagime të forta nga opozita. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se nuk ka arsye që çështja të shkojë në kushtetuese, pasi kompetencat për pezullimin të anëtarëve të qeverisë është e qartë dhe ndodhet brenda jurisdiksionit të gjykatës së posaçme dhe prokurorisë. Mësohet se gjykata në një presion të tmerrshëm vendosi të shqyrtojë çështjen e përfaqësuar nga avokati i vjedhjeve qeveritare Edvin Kristaq Rama. Berisha akuzoi Ramën dhe Ballukun për shkelje të ligjit dhe keq përdorim të fondeve publike, duke përmendur rastin e Unazës së Madhe, ndërsa akuzoi kryeministrin për mbrojtje politike të zëvendëses së tij. Unaza kushtoi 450 milion euro. Në Unaz u vodhën lirshëm 250 milion euro. Ndaj dhe Unaza e Madhe është vjedhja e madhe Rama Balluku. Nuk ka gjë më të turpshme se të shkosh në gjykatë kushtetuese të bësh presione nga më primitivet. Asnjë arsye ligjore pse kjo çështje duhet të shqyrtohej nga gjykata kushtetuese. Në një kohë kur në ligjin evropian dhe ligjin shqiptar, kjo është një kompetencë e qartë si pezullimi është një kompetencë e qartë si kristali. Prokurorisë dhe gjykatës që merren me zyrtar të lartë. Në këtë kontekst, Partia Demokratike ka propozuar disa kandidatë për në krye të institucionit të avokatit të popullit, por Berisha shprehu mosbesim se Partia Socialiste do të respektojë vendimin e saj, duke paralajmëruar se opozita do të monitorojë me kujdes emërimet dhe procedurat. Kemi disa kandidatë, i kemi të listuara, janë të njohura. Njëri prej tyre, zoti Besim Regjoni, ka qenë në seancë. Jemi realist, domethënë që ai në çdo lloj kodi të rrytarisë parlamentare, ai duhet ishte votuar, por dhe duhet votohet. Pastaj janë kandidatura tjera, të cilat Partia Demokratike i mbështet. Pra ne nuk kemi disa kandidatura. Kjo situatë ka arritur tensione midis mazhorancës dhe opozitës, duke vendosur çështjen Balluku në qendër të debatit politik dhe duke theksuar përplasje politike mbi pavarësinë e institucioneve gjyqësore dhe zbatimit të ligjit në vend. Partia Demokratike ka kërkuar një interpelancë urgjente me kryeministrin Edi Rama lidhur me kërkesën e qeverisë në gjykatën kushtetuese në kundërshtimin e vendimit të pezullimit të zëvendës ministres Belinda Balluku. Opozita e konsideron këtë veprim jo vetëm të bazuar në kushtetutë, por edhe si ndërhyrje të papërshtatshme në pavarësinë e sistemit të drejtësisë. Partia Demokratike ka reaguar me ashpërsi ndaj vendimit të kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë për të kundërshtuar në gjykatën kushtetuese vendimin e pezullimit të zëvendësministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Në vlerësimin e Partisë Demokratike, kërkesa e dorëzuar në kushtetuese shkel kushtetutën dhe përbën një ndërhyrje të papërshtatshme në pavarësinë e sistemit të drejtësisë, duke synuar sipas opozitës çmentimin e një kulture pa ndëshkueshmërie. Demokratët argumentojnë se vendimi i kryeministrit për të kërkuar shfuqizimin e vendimit të gjykatës kushtetuese është një akt i drejtë për drejtë presioni institucional dhe shkelje e balancës së pushteteve. Partia Demokratike thekson se Rama nuk ka propozuar shkarkimin e Ballukut, e cila është në hetim nga SPAK për 2 tendera të rëndësishëm, tunelin e Dogaraz dhe lotin 4 të Unazës së Madhe të Tiranës, duke treguar sipas tyre një mungesë të qartë përgjegjësie politike. Opozita kujtojnë gjithashtu se kërkesa e saj për interpelancë më herët me Ballukun janë refuzuar nga socialistët me arsyetimin se çështja është ende në hetim nga SPAK. Kjo situatë ka përshkallëzuar tensione midis mazhorancës dhe opozitës, duke vendosur në qendër të debatit publik jo vetëm veprimet e qeverisë, por edhe ruajtjen e pavarësisë së institucioneve gjyqësore në vend. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj mori pjesë personalisht në seancën paraprake të gjykatës së posaçme dhe kërkoi garanci për një proces të drejtë. Ai theksoi se mungesa e aksesit të plotë në aktet e dosjes dhe kohës për të njohur me provat kërcënojnë karakterin gjyqësor të procesit. Gjykata pranon kërkesat e Veliajt dhe shtyu vendimarrjen për të premten.
Pas disa mungesave të seancave paraprake, kryebashkiaku Erion Velia u paraqit para gjykatës së posaçme të antikorrupsionit dhe përsëriti kërkesën e avokatëve të tij që aktet hetimore të vijnë në dispozicion klientit. Velia i kërkoi të ketë mundësi për të lexuar fashikujt dhe çdo provë mbi të cilat është ndërtuar akuza ndaj tij, duke theksuar se qëndrimi prej 9 muajsh në kafazin metalik në prani të trupës gjykuese pengon të komunikojë lirshëm me mbrojtjen dhe shkel të drejtat e garantuara nga kushtetuta. Gjatë gjithë këtyre muajve kam kërkuar vetëm të drejta elementare, të drejta që Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ja garanton çdo qytetari pa përjashtim, por që për mua deri më sot nuk është bërë mundur t'i ushtroj. Kam kërkuar dinjitet dhe të kem akses të plotë, të pakufizuar dhe real, si dhe kohën e kushtet e nevojshme për të lexuar aktet, provat dhe çdo deklarim mbi të cilat është ndërtuar akuza që më ka sjell para jush dhe më ka vendosur në izolim. Fakti që mua personalisht nuk më është vënë ende në dispozicion një kopje fizike e akteve, si dhe koha minimale për të njohur me një akuzë të ndërtuar mbi rreth 60.000 faqe, flet qartë për fatin procedurial që po i përgatitet këtij procesi. Gjykata pranoi që Velia të studiojë fotokopjet e fashikujve, por jo përmes një kompjuteri, duke caktuar kështu një kompromis në mënyrën e qasjes në dokumente. Kryebashkiaku paralajmëroi se mungesa e aksesit të plot në provat e dosjes mund ta kthejë procesin nga një gjykim i drejtë në një procedurë formale, ku volumi i akteve zëvendëson dijenin dhe mungesën e aksesit, e cila zëvendëson mbrojtjen. Ai është drejtuar edhe gjykatës kushtetuese, nga e cila kërkon heqjen e masave të arrestit me burg. Afati për kandidaturën e avokatit të popullit s'ka do në mesnat, ndërsa partitë politike ende nuk janë dakordsuar në mënyrën e përzgjedhjes. Mazhoranta socialiste propozojnë që opozita të selektoj kandidatët, ndërsa Partia Demokratike kërkojnë që vendimi përfundimtar të takojë pakicës parlamentare. Debati thekson nevojën për një proces transparent që ruan besimin e qytetarëve tek institucionet kushtetuese. Procesi për zgjedhjen e avokatit të popullit po zhvillohet në tensione të dukshme politike. Mazhoranta socialiste ka propozuar tërheqjen nga përzgjedhja direkte e kandidaturave dhe të lejojë opozitës të dorëzojë listën e kandidatëve, ndërsa kuvendi të votojë një prej tyre. Kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla deklaroi se qëllimi është që opozita të propozojë kandidaturat dhe shumica të votojë një prej tyre, duke krijuar një kompromis dhe duke respektuar procedurat parlamentare. Do të vlerësojmë kandidaturat që janë mbështetur me firma nga ana e opozitës. Të shohim kandidaturat që janë propozuar nga opozita dhe më pas do të komunikojmë se cilën prej atyre kandidaturave ne do të mbështesim. Nga ana tjetër, Partia Demokratike insiston se vendimi përfundimtar për emërim të jetë në dorën e pakicës parlamentare, duke propozuar që Partia Socialiste të dorëzojë 3 kandidatura nga lista me 6 emra që ofron opozita. Sipas Partisë Demokratike, ky model do të garantojë transparencë dhe pavarësi të institucioneve, si do të ruajë besimin e qytetarëve tek organet e rëndësishme të shtetit. Opozita mbetet e vendosur për t'u angazhuar në procesin parlamentar të përzgjedhjes emërimit, vetëm nëse ndërtohet një proces transparent dhe në rregulla të qarta që garanton pavarësinë e këtyre institucioneve të rëndësishme, si dhe krijon premisën e nevojshme për të ruajtur besimin e qytetarëve tek këto organe. Në konferencën për shtyp, Balla kujtoi praktikat e kaluara, ku Partia Socialiste ishte opozitë dhe propozuese e emrave, ndërsa Partia Demokratike kishte votën vendimtare. Deklarata e tij u pasua nga një letër e gazmetbardhit kreut të grupit parlamentar demokrat, drejtuar kreut të kuvendit, ku kërkohej që palët të thërriteshin në konferencën e kryetarëve për të garantuar një proces gjithëpërfshirës, ndërsa shpresat janë që avokati i popullit të zgjidhet brenda këtij viti mbetet për të parë nëse politika do të arrijë shumicën e kërkuar prej 84 votash në kuvend për emërimin final. Policia e Elbasanit ka vënë në pranga 2 persona dhe ka shpadur në kërkim 2 të tjerë për vrasjen e biznesmenit Edmond Hyka, i njohur si Mondi Mhalla. Në pranga kanë rënë shortaku i viktimës dhe roja i karburantit ku ndodhi ngjarja, ndërsa 2 të shpadurit në kërkim dyshohet se kanë qenë ekzekutorët. Hetimet zbardhën gjithashtu përdorimin e një makine tip Audi dhe armës së krimit, një pistolet Beretta. Policia e Elbasanit ka vënë në pranga 2 persona dhe ka shpadur në kërkim 2 të tjerë për vrasjen e biznesmenit Edmond Hyka, i njohur si Mondi Mhalla. Në pranga ka rënë shortaku i viktimës dhe roja i karburantit ku ndodhi ngjarja, ndërsa 2 të shpadurit në kërkim dyshohen se kanë qenë ekzekutorët. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së dielës në Elbasan, ku biznesmeni Edmond Hyka, 43 vjeç, i njohur si Mondi Mhalla, sapo kishte dalë nga zyra e karburantit të tij Xhaxhi Oil. Njëri nga autorët që lëvizte me makinën tip Audi ju afrua dhe i qelloi me armë zjarri, ndërsa
punëtori i tij e ndihmoi me arratisje. Pas ekzekutimit, autorët u larguan drejt librazhit dhe dogjën makinën në fshatin Mirak. Brenda saj u gjet një pistolet Beretta e përdorur në krim. Policia arrestoi shortakun e mëhavës, Gino Ago, i akuzuar për vrasje me paramendim dhe kujtim pisha, roja e karburantit, i dyshuar për bashkëpunim në krim. Në kërkim janë shpallur Marcelo Arani, 32 vjeç, banues në Elbasan, dhe Armando Kola, 35 vjeç, banues në Laç, të cilët dyshohet se kanë qenë ekzekutorët. Identifikimi i tyre u mundsua pas marrjes në pyetje të Renaldo Gjinit, i cili ishte parë duke qarkulluar me makinën e përdorur në vrasje. Hetimet e policisë dhe provat e siguruara brenda 48 orëve pas ngjarjes sugjerojnë se motivet e vrasjes mund të jenë konflikte për çështje biznesi mes viktimës dhe autorëve. Autoritetet vijojnë operacionin për kapjen e të shpallurve në kërkim dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Prokuroria e Fierit ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim avokaten me iniciale AB, e akuzuar për mashtrim ndaj disa qytetarëve duke përvetësuar shuma të mëdha parash. Hetimet nisën pas 7 kallëzimeve të ndryshme gjatë viteve 2019-2020. Avokatja dyshohet se ka paraqitur dokumente të rreme për të bindur personat e dëmtuar dhe për mos kryerjen e procedurave të pretenduara gjyqësore. Prokuroria e Fierit ka përfunduar hetimet ndaj avokates me iniciale AB, e cila dyshohet se ka mashtruar disa qytetarë duke marrë shuma të konsiderueshme parash në pretendimin se do t'i përfaqësonte në procese gjyqësore ose administrative. Hetimet filluan pas 7 kallëzimeve të regjistruara gjatë viteve 2019-2020 nga shtetas që rezultuan të jetë ndëmtuar nga veprimet e saj. Sipas prokurisë, e pandehura në cilësinë e avokates ka përvetësuar para duke gënjur klientët se këto shuma duheshin për përfaqësim ligjor, ndërkohë që nuk ka hapur një proces gjyqësor dhe nuk janë kryer veprime administrative të pretenduara. Për ta bërë pretendimin më të besueshëm, avokatja ka përdorur dokumente të rreme që nuk reflektonin realitetin, duke ia dorëzuar klientëve të saj. Metoda e përdorur është përsëritur në disa raste, sidomos ndaj shtetasve që jetojnë jashtë Shqipërisë dhe nuk kanë mundësi të ndjekin personalisht procedurat, duke e bërë më të vështirë zbulimin e mashtrimit. Rasti ka ngritur shqetësime mbi etikën profesionale dhe kontrollin e veprimtarisë së avokatëve, ndërsa dosja tashmë është në gjykim. Ecime të tjera zhvillime prej 9 ditësh transporti publik në Prishtinë është paralizuar plotësisht pasi punëtorët e trafikut urban dhe operatorët privat vazhdojnë protestat për borxhet që thonë se komuna i ka prej vitesh. Megjithatë, Këshilli Bashkiak miratoi 28 milion euro fonde emergjente, allokimi nga Ministria e Financave nuk është bërë ende. Prishtina po përballet me një nga krizat më të gjata të transportit publik dhe viteve të fundit, teksa autobusët e trafikut urban dhe operatorët privat nuk kanë lëvizur prej 24 nëntorit. Punëtorët e dy sektoreve kanë hyrë në ditën e 9 të protestës, duke paralajmëruar bllokimet e reja sot nga ndërtesa e qeverisë deri tek ajo e komunës së Prishtinës. Ajo ku mbulis dhe bllokata do të vazhdojë deri në momentin që fondet e premtuara do të alokohen dhe borxhet e prapambetura të shlyhen. Kriza mori një kthes së re me 27 nëntor, kur Këshilli Bashkiak i Prishtinës miratoi një shumë prej 28 milion eurosh për normalizimin e situatës. Sipas vendimit, tashmë topi ndodhet në fushën e Ministrisë së Financave, e cila duhet të lëshojë fondet nga thesari në mënyrë që komuna të procedojë me pagesat. Sipas raportimeve të mediave vendase, borxhi ndaj trafikut urban arrin në 2.4 milion euro, ndërsa rreth 2 milion euro i takojnë operatorëve privat. Përfaqësuesit e kompanive të transportit thonë se vonesat kanë krijuar vështirësi të mëdha financiare duke e bërë të pamundur mbajtjen dhe funksionin e flotës së autobusëve dhe pagesën e punëtorëve. Ndërkohë, qytetarët e kryeqytetit janë detyruar të gjejnë si dhe alternative për të lëvizur, qoftë duke përdorur taksi, makina private apo duke ecur me këngë për distanca të gjata. Situata ka shkaktuar pakënaqësi të mëdha, veçanërisht tek nxënësit, studentët dhe të moshuarit që varen nga transporti publik për udhëtimet e përditshme. Përplasja mes nivelit lokal dhe atij qendror mbi përgjegjësinë e krizës vijon. Komuna e Prishtinës sot se fondet janë bllokuar nga qeveria, ndërsa zyrtarët qeveritar pretendojnë se procedura ligjore nuk janë respektuar nga komuna. Derisa palët të vazhdojnë ping-pongun institucional, qytetarët mbeten të parët që vuajnë pasojat e kësaj situate të pazgjidhur. Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit.
Territori shqiptar për datën 3 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa duke sjellë rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja pritet të sjellë shira të dendur në zonat perëndimore, ndërsa pasditja do të shoqërohet me rreshje më të izoluara në lindje dhe juglindje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell në zonat jugore. Era do të fryjë nga drejtimi jug-perëndim me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të lehtë deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 3 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 3 dhjetor do të jetë në orën 6:42 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 13 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi 8 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 15 gradë Celsius. Durrës 11 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 11 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 10 deri në 13 gradë Celsius. Berat 12 deri në 15 gradë Celsius. Korçë 4 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë 13 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër 9 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 11 deri në 16 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 3 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa me rreshje të dobëta shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja pritet të sjellë rreshje të lehta në regionin perëndimor, ndërsa pasditja do të mbajë mot me vranësira të shpeshta dhe intervale rreshjesh lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 8 gradë Celsius në zonat perëndimore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 3 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 3 dhjetor do të jetë në orën 6:41 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 4 deri në 7 gradë Celsius. Podujev 1 deri në 6 gradë Celsius. Skënderaj 1 deri në 6 gradë Celsius. Pej 5 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë 4 deri në 7 gradë Celsius. Gjakov 4 deri në 7 gradë Celsius. Malishev 2 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan 2 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj 2 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik 3 deri në 6 gradë Celsius. Suharek 3 deri në 7 gradë Celsius. Prizren 3 deri në 7 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicione të tjera.